rivotim dhe në shprehje të sërishme të vullnetit qytetar. Mund të them se vjedhja e vullnetit qytetarëve sot ka emër. Ajo është LDK. I vetmi votim me post autentik i LDK-s ka qenë ato që janë rinumruar. Dorëzuam ankesë kundër vendimit të KQZ-s për shpalljen e rezultateve përfundimtare me pretendimet tona lidhur me votimin me post për shkak manipulimeve dhe keqpërdorimeve të shumta të anëtarëve të LDK-s dhe njerëz të angazhuar LDK-s lidhur me votimin me post, që këto votime kanë pas një adresë të vetme, adresa ka qenë LDK dhe kësaj votimi ka ndodhur në formë të manipuluar, në formë të organizuar, masivisht dhe kolektivisht nga persona të njëjtë, me kimik të njëjtë, me ngjyrë të njëjtë dhe me duar të njëjta. Pra, ka qenë një formë organizuar e njerëzve të caktuar të LDK-s dhe të angazhuar nga LDK, ku kanë votuar masivisht për lidhjen demokratike të Kosovës. Po ashtu që nga faza e regjistrimit, pra të votuesve, ku shumë votues janë regjistruar vetëm me një numër telefoni, por me qindra votues janë regjistruar me një numër telefoni, deri te plotësimi i flet votimeve, dërgimi e tyre ka qenë komplet manipulim, organizim kriminal i njerëzve të lidhur me LDK-n si lëvizje vendosë, sot kemi bërë ankesë që PZOP të eliminoj këtë parregullsi të madhe që ka ndodhur dhe kësaj të bie pra një vendim të drejtë dhe të lehtëshëm i cili duhet patjetër të konsistoj në rivotim dhe në shprehje të sërishme të vullnetit qytetar. Ne kemi kërkuar pra nga PZOP fillimisht të anulohen 18.933 vota të LDK-s të kontaminuara, të ardhura pra në formë manipuluar. Në 2 kemi kërkuar po ashtu rivotim të sërishëm të votimit me post dhe në 3 kemi kërkuar që kandidatë që kanë marrë vot pakrahasimisht më shumë në me post sesa në vendvotimin në Kosovë të largohen nga lista dhe të njëjtët të mos zaventsohen me anëtarët e tjerë të LDK-s. Mund të them se vjedhja e vullnetit qytetarëve sot ka emër. Ajo është LDK. Është shumë ilustrative veç shifet grafika ku janë, domethënë çysh ka ndodhur manipulimi. Na po shohim votimet e rregullta në Kosovë. Po shohim të ngjashëm raporti edhe me votimet në ambasada, veç t'ju kujtoj që në ambasada votohet njëjtë si në Kosovë. Bëhet me votim fizik, identifikim fizik, komisioner janë të partive politike, siç edhe vëzhguesit janë të partive politike. Ndërsa te votimi me post, shifet domethënë disa kandidatë që kanë qenë shumë poshtë në listë, dalin ndër të parë. Hysen Çekaj prej numrit 26 deli pari. Kandidati i dytë më i votuar në Kosovë. Në për LDK-n, pas kërkesës tonë për përfshirjen e votave me probleme teknike, ku ato shifen qartë që flet votimet janë konë të shtypura në kushte të shtëpisë, krahasim me këto tjera që janë shtyp në mënyrë me inxhinierik, domethënë në mënyrë të fabrikuar, shife qartë një shpërndarje po ashtu krejt normale, ku kandidati Hysen Çekaj edhe këta të tjerë dalin krejt shumë poshtë. Domethënë, i vetmi votim me post autentik i LDK-s ka qenë ato që janë rinumruar për shkak problemeve teknike, sepse aty shihet qartazi që votimi është individual. Domethënë, njerëzit kanë votuar në rrethanat e shtëpisë.